të gjithë dhe mirë se vini në kanalin ton. Unë jam Stezi. Unë jam Eleni, bashkë jemi Stezi në Cilfo. Mirë se u rikthyer te kanali jon. Neve jemi në Tiranë, siç e dini, shumë mirë. Për këtë juve që nuk na bëjnë follow në Instagram, shkoni bëni sepse kemi vërtet shumë story, hedhim shumë story çdo sekonde. Atëherë, sot mami edhe babi na lanë në gjumë sepse Gjeni me Gjoelin kanë fletur gjumë tek ne, edhe Xhaliana sepse Xhoniku ka bërë operim. Edhe do me thonë që kemi ngelur në shtëpi deri në orën 12, pastaj u kemi zgjuar, kemi lar flokët, kemi bërë make-up. Kemi hor petullat bërë nga nona të lumshin dur me vërtet janë shumë të mira. Edhe tani po hikim, erdhi babi na mor, ka bërë 2 rruga sepse nuk mund të vim sigurisht krejt në makinë, në 8 vet në makinë. Dje e kemi bërë. Edhe tani do të shkojmë në Tiranë tek Lebon, shpresoj. Edhe pastaj do të bëjmë disa xhiro tro, nuk e dim, do vini me ne. Lodrat sigurisht. Por do vini me ne. Hajde tikim. Atëherë, sa kemi mbaruar drekën tanë? Tani sa është ora mami? Po more? Është 4:10. 4:10 minuta dhe do shkojmë të bëjmë analizat për babit, sepse me 30, do me thonë nesër, ka ndërhyrjen e dytë. Atëherë, babi si ndihesh ti për nesër, je gati? Shumë mirë. Babi është top, ka bërë ndërhyrjen e parë këtu. Nesër do kemi këtu tek pjesa mbrapa. Brapa, e ke mbaruar vjele. E pastaj mbaruar. Tani do marri gjakush, do bëjmë analizat. Por janë easy për babin këta gjëra, këto janë gjëra të vogla fare. Anzi, janë asgjë për babin. Për tamam. Për babin sa është asgjë. Ciao zia. Ciao amore. Gjeni dhe Gjoelin, Beatrice, po hiki. Beatrice do shkoj te lodrat me tezën edhe ne shkojmë të bëjmë analizat. O Bea, tregoj lekt. Beatrice do paguaj lodrat. Okej? Motra. Fillojmë edhe me një story të bukur se e meritojnë me gjithë zemër. Oh, kuctë mia si kam dha. Një ketë bukur më pastra, një ke bëhet ti të borë nonës. Atëherë edhe këtu s'm pëlqej kjo. Anzi, ku story tu hyni? Hajde këtu. Rini drejtë. Ti gati Stesi, ja shikoj. 3 hajde. Hajde. Mi si u gjetë? Po hiki. Tek apartamenti do flim sonte edhe këtu sepse më që nesër do zgjohemi herët edhe na kanë bërë edhe për sonte Surprise! apartamentin. Për Beatricën kanë menduar më shumë se tha nuk do zgjohet dhe Beatrice tha kaq herë tha. Ason dhe Leni. Beatricën ka menduar Kamila, kështu që ti rriurt edhe Leni rriurt. Shikoni. Tregoj pak. Oh, drita këtu më duket. Apo. Po. Wow, sa bukur. Sonte. Stesi me Elenin. Për sonte do flemi tek Divani. Këtu kemi balkonin, se janë 8 katë, madonna sa janë. Tani do hikim të marrim baby Beatrice, pastaj do shkojmë prapë në tek shtëpia me Blade. Do shkojmë të marrim edhe rrobat të shtëpia për sonte edhe për nesër, sepse do bëjmë shumë TikTok, foto, video. Shikoni. Woohoo! Atje kemi sheshin, pastaj aty kemi ringun. Sonte do shkojmë të sheshim. Po. Do mi mor marti. Edhe këtu është salla. Po do të shkojmë po na prit jashtë, tani po shkojmë marrim edhe Beatrice. Se është tek lodrat. O me, po ti, fali herë, nuk mund të na thushe që do të fleshim këtu të apartamentit, i marrshim ne gjënat kur ishim në shtëpi? Nuk e disha se do flenim këtu sonte. E dishe. Mendoj pastaj Kamila se. Fute Leni. Hajlen. Miru pa, no, se i shema, hape. Hape. Sa i të dëshme i këti pa mua. Het, myzet.
Prit pra, se presim baba. Brava, rri këtu se të zë tani. Prit, që si të zë. Prit, lutem, liri aty. Ja dolem. Va. Shkem tani të Beatrice, që jemi në katin e 8. E thoni ju që 8 për ne nuk ka fat. Edhe Gjaxhinikun e futën me 28. Ne jemi me fat. Jemi me fat. 8 është numri jonë. Shkem të shofim edhe Beatricën që ka punu Dianës sonte, se për zotin Bëhet gati për ja ka lujtel. Zjadjanja, are you ready Are you ready, Zia? for another Commentate baby? con la baby Bea. Sa bukur, du me shku. Do më shku. Ti dham për para. Ngelen vështu na lyp leka, thu se kanë rarë për tokë. Ne vdishim me vje, po zot, ti dhash pra. Atëre, neve lam mamin dhe babin edhe baby Beatricën që po shkojnë tek shtëpia me morë krejt robat për nesër, sepse sonte do flim gjumë këto. Ndërson edhe Eleni po të shkojmë tek Ringu, shpresojmë që është i hapte. Edhe do shkojmë tek Kona dhe më blej shumështin për baby Beatricën sepse ka mbaruar. Quindi shpresojmë të jetë hapur sepse se na do bëjmë luftë me baby Beatricën. Edhe sa të mërëm pak staj tek Kona do të shkojmë tek apartamenti. Do mbyllim dhe do hapim një video tjetër për nesër, sepse babi nesër ka ndërhyrjen, ka seancën e dytë, por jam shumë të sigur që do të shkoj sigurisht mirë. Lejmë nga këto. Tu e qëndërën që johan. Sei molto cute. Se quando Baron te colati tani po haj një çokoladë sepse e Kinder morëm 3. Jo 4, 2 2 Eleni sepse s'kishim shumë lehtë. për mu ka bërë gjëra të keq sepse Kam bërë gabim. pse kushtoshin 55, jo 50. Lexova. Tash se kam lehtë. Po. Aspetta, vai, suona lì. No, qui, lì. Perché devi correre. 3, 2, 1, vai. Corri. Aspetta, Ele, però c'è troppa luce, poi si c'è. Shh, vai. Ele. Përshëndetje. Si jeni? Shpresim si mirë atëre. Ku jemi? Ne ku jemi. Ka dy? Infatti. Ok. Është ora gati 8, edhe tani jemi te klinika Kate, sepse babi dita e ndërhyrjes. seancën e dytë. Dje si që dini kemi bërë analizat e gjakut, sot do kemi ndërhyrjen. Nuk di kur do fillojmë. Jemi po me pak ansia se vitin e kaluar. Vetëm ti. Ky ka më shumë kërësimjet në duket. Që? Ansia, ke më frikë. Babi, di që është ta? No? Ka për të ka di mund të Ka të shumë e thjesht mua beti. Il problema siamo noi che dovremmo guardare tutto. Pune jemi ne që pastaj do të shikojmë. Ti e biciklet.
Me gusta la mañana, me gustas. Me kanë prit edhe me lule. Po pse është i cek nga Mëngjesi. Maj, mos i cek më lulet, lej aty. Jemi në seancën e dytë të terapiantit të vlogëve. Duke parë në analiza që na kanë dalë shumë mirë, përgjigjja ka dalë e gjithë analizave në normë, ne do vazhdojmë me ndërhyrjen dhe me seancën e dytë. Para një viti kemi bërë seancën e parë që kemi mbuluar zonën frontale dhe pak fare tek qendra, kemi prekur pak fare. Sot do marrim maksimumin e bulbeve nga zona dhuruese dhe do implantojmë atë hapësirë që ne na kanë mbetur. Mirë, stinga jemi gati sot. Do vazhdojmë një me shkurtimin, do t'i presim flokët 0, prapë si e në parë, dhe do vazhdojmë me procedurat tona. Okej, vazhdojmë prapë. Edhe do ta sfumoj. Po do përqendrohemi te zona e qendrës, kjo është më e rëndësishme. Kemi goxha ose të madhe. Si e? Mirë. Po pse, oma, ishte të cek shkimi. Basta. E di qa, nuk e kishte as vetë ata. Sërume. Të cekë. Po më pash ja, ku më pash ata gjona, të pash bë. Unë në flashback. No. Tani shkoni të hani diçka edhe si rriun këtu. Marrë aparatë do filmosh ti këtu. Jo, mirë një aparatin. Kine dalë edhe bo. Po shkojmë tek Levon. Levon si dhe Atëherë, ham mëngjesin tanë, do me thonë, unë ore edhe drega me thonë të drejten, por nese tani neve, unë edhe Leni po shkojme me një dishanë pa mamin edhe pa babin. Është herë e parë që po bëjmë një gjiro për Tiranë, vete s'kemi gjupat sepse i lam tek apartamenti, por daj, s'ka është aj shumë ftofte. Imagino Gjeni që ka dalë pa gjup për rën tjetër, tek sheshi. Imagino. Gjeni është super, si thot. Babi! Atëherë mbaruam gjiron tanë, tani po shkojmë tek babi, shpresojnë të na bëjmë kalu. Vrapojmë, edhe kemi bërë një super gjiro, por s'kemi gjetur asgjë. Mami na kishte dhënë 20.000 lekë, por nuk i kemi harxuar, i kam gjitha. Nuk di ku i kam, por i kam gjitha. Ja, po arritëm tek Kate. Marrim ashensorin sepse është kallë. Jo? Ashensori është te kati 7. Ulodha. Tani në katin 6. Tani te kati 5. Edhe në shkojmë pastaj te kati 2. Do shikojmë si është babi. Ciao. Si po shkoj? Jemi shumë mirë. Babi? Si e? Mos lëviz. Unë të mbarë. Atëherë, djali që punon këto të Kate na ka treguar një repart të ri, sepse reparti më poshtë që e keni parë tek video tjetër, ku ka 6 dhoma që rrin paciente që bëjnë operacione, e keni shikuar edhe ka LED pak lejla, e kemi bërë edhe TikTok. Ndërsa ky reparti u ka hapur në shtator, ka 4 dhoma edhe një sallë operacione, është me vërtet super, shikoni sa bukur. Është me vërtet super. Të pëlqen Eleni? Shikoni këto, se duket si me shel ylla këtu sipër. Këtu janë krejt dhomat për pacientat. Aty kemi sallë operacioni, pastaj këtu është dhoma dytë që do me thonë na kanë lon leje me besoj. Shikoni sa bukur se është.
Është shumë. Plot me drita, këtu kemi led blu, këtu të bardha, disa foto të bukura dalin këtu. Pastaj post operacione me hundin vëm, tip gjagjiniku, mund vinte këtu edhe mund bënte disa foto. Shikoni sa bukur. Pastaj këtu kemi krejt i stekat, qërqaftë me shkronjen Kate, si tek hoteli. Këto çfarë janë? Orat. Ora vendoset në dorë dhe në momentin që pacienti ka ndonjë shqetësim apo ndonjë gjë, shtyp alarmi dhe vjen infermierja. Sa bukur. Wow. Është një sistem. Është krejt teknologjik. Këtu më dhe dera. Po. Ele, largo. Ciao Ele. Kemë bërë disa TikTok këtu më brenda. Tani do të bëjmë edhe disa stories, edhe një TikTok jashtë, sepse jashtë me vërtet është vendi më i bukur për mua, që janë disa gjëra shumë. Atëherë, përveç orën se pacienti kur ka nevojë shtyp këtu edhe pastaj vjen o doktori ose doktoresha, kemi edhe këtë alarmin që ngrehet edhe kur aksionohet fillon të bën një alarmë, që ngjohet nga jashtë nga dera. E një gjoni? Ta do shikojmë si bëhet. Shikoni. Është e kuqe? Po, bëtë krejt e kuqe edhe kështu duket se kanë nevojë. Mua më pëlqen shumë, është një ambient proprio teknologjik, duhet si ke thonë ti përpara, ke shumë rreth futurën. Tek doma, hajde lejnë. Po shkojmë tek doma. Edhe kemi bërë super TikTok, super foto që tani të shkojmë sipër. Do editoj videon, do vej krejt TikTok a krejt fotot. Po. Edhe pastaj të shkoj për Unë do të shikoj fotos, ti do të editoj videon. Jo, me vërtet unë ka për t'i parë fotot edhe pastaj ti si të editoj. Lutem, shkoj me facëllet. Atëherë, tani do shkojmë të takojmë babin sepse ka bërë krejt pjesën. Çfarë ka bërë mami, babi? Çfarë kanë qenë? Ka një çokolate, këtë do bëjmë tani do bëjmë mbjellje. Tani do bëjmë mbjellje, por përpara kam bërë një sostë dhe tani po hajmë drekën. Dhe tani po shkojmë t'i bëjmë pak shoqëri. Shpresojmë do na hapin. Ciao. A honi gjatë që ke ku të honi? Jo, pak, s'kishtë ngrënë mëgjes, jo nuk na fa po. Si, ma alle 8 già. Abbiamo fatto un giro, Jeleni per Tiranë. Në kena shku të dishanat. Sa që është shkritim? Ja, nuk e të qoj, ha? Me e majtë për vete. Dhe duket fare. Për flakët. Ajo, një javë që ndrona e si plak, pastaj rikuperojnë, mos ke. Wow. Jemi në operacion. Atëherë, mbarova me editu videon tani. Ora është 4:58 minuta. Edhe do shkojmë poshtë sepse babi thashë edhe pak do mbaroj. Quindi po marrim kompjuterin sepse do karikoj videon e sa është kariku kompjuteri. Unë se erdhe nga Ringu sepse isha Të klodrat. Atëherë, mami ka zonë gjumi. 5 vjet. 50. Nuk duhet. Të marrim qelësat, hedhim pak përfum. Faleminderit. And let's go. Vetë me gjë shonë sot do me dalë. Përsojmë të në lejnë mami. Nga ves ka gjë. A që rëzilës. është me vërtet super komode kjo hoteli, këto apartamenti, sepse kemi këto apartamentat, poshtë kemi klinikën e është me vërtet super. Edhe jemi afër qendrës. Është ora 5. Sa na shkruajti babi se mbaroi, quindi hajde, po sa mbaroi në këtë moment. Shpejt e lutem, të dyshi.
Çfarë po bën? Çfarë do të bëjmë të Përshëndetje. Ele. Klinika Kate, like our home. Kemi mbaruar? One eternity later. TikTok me kostumet si që ka Rudina. Oh, që thua? Po, kemi dhe të fria. Si e babi? Përfundim të ndërhyrjes, po bëjmë dhe një ekimin, edhe do me lumë shëndurët. Faleminderit shumë. Ala, si shkoj? O keni lodhur? Që? Su lodhë më të? Ti jo. Babi nëse Do të kërcej? No, unë jam të pyet ju. Thash se o lodhë ju. Jo, tha ju pyti juve, jeni okay. lodhur. Thash se tha o lodhë. Jo. Ne as pak jesë, ne kur kemi pacientin e mbarë dhe para na jesëm shumë mirë. Sepse ato detajet e vogla, ku të lëvizi kokën, pozicioni, është shumë i rëndësishëm tek ne, te proceset që ne bëjmë. Kështu që kemi pas bashkëpunim, çdo gjë na ka shkuar shumë mbarë. Pacient shumë i mirë. Ska, Më të mirë. çdo gjë e lehtë, ka gjë. Është e thjeshtë ndërhyrje, e dollshme pak, se na zgjati disa orë. Nuk është se ka. Tani rëndësishme është që nuk ka dhimbje. Do jetë mirë vetëm në një qetësues dhe për gjatë natës. Okej. Po, zakonisht pacientët tanë në gati 95% rasteve dhe nuk marrin qetësues, nuk njejnë dhimbje, mjafton ato rregulla që ne udhëzime që japim mbas ndërhyrjes dhe nuk ka asnjë komplikacioni. Preket kontaktet, sportimet janë shumë rëndësishme që nuk duan. Tani gati për foto. Shpejt mo. Direkt. Po filmoj. Na mami shpejt shkëti. Super. Çfarë ti mona? Babi është stop, se shishesh. Ma dona mia, po pra, mosiklet ka mund që ti Është Paqa super. sa malet e burë, zëtër, madhe zëtër. Ti me kërës më? Ka pe robe, Japonët. Po jo, më mënë ti. Eleni, i jep bezlim. Mi falë un po, così. Po s'dvem fare? S'dvem fare? Ja. Cioè tu non senti niente?